Partia Demokratike denoncon pas protestës së opozitës të parlamentit se policia sulmoi Selim Blu dhe Xhamin me gaz lotësiellës duke ushtruar dhunë dhe lënë të lënduar e të plagosur përveç kaosit krijuar. Në një deklaratë për shtyp nga zyra e SLIS-PD-s u vënë në dukje sjelljet e palishme të uniformave blu, të cilat bëhen përgjegjëse edhe për deklaratat e lëshuara më herët se nuk merrnin përsipër sigurinë gjatë protestës. Sipas PD-s, gazi lotësiellës ka ndikuar edhe ndërprer edhe faljen e besimtarëve musliman, të cilët janë në ditën e dytë të muajit Ramazanit, ndërsa plagosja e protestuesve sipas saj ishte një akt i paralajmëruar nga policia. Sasi të mëdha gazi lotësiellës janë hedhur në oborrin, mjediset dhe deri te zyrat e drejtuesve të PD-s. Forca kryesore e opozitës, pak minuta pas protestës, e organizuar në bashkëpunim me një grup intelektualësh të pavarur në siglën e Forumit të Dialogut Qytetar, në përkujtim të rrëzimit të shtatores së diktatorit Hoxha dhe revoltës për skandalet korruptive të qeverisë Rama. Forcat e policisë kanë sulmuar selinë e forcës kryesore të opozitës pas një proteste paqësore, disata në 2 muajt e fundit duke sill kaos, të lënduar dhe të plagosur, thuhet në deklaratën e PD-s.